për të parë programin me mbrëma yje? Mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky emision mundësohet nga Ujqafshtama, Konad Albania. Edi ku na me? Edi ne kemi në regji. Edi ne kemi të autobus. Apo më dëgjon Edi? Ramlaj, mirë se vjen. Kënaqësi që do të mirëpres në shtëpinë time. Shumë faleminderit që ke ardhur. E vlerësoj vërtet shumë sepse unë e di se sa i zënje dhe e di që je gjithkohës në lëvizje, je qytetar i botës edhe dua të pyes nga vjen sot. Sot në fakt vi nga Prishtina. Nga Prishtina, nga Kosova e dashur. Jam shumë e gëzuar që je sot këtu me mua. Të ftoj brenda. Nuk e di nëse kishe qenë më parë në këtë zonë të Tiranës pak rrethina. Që ka shumë bukur. Po këtu është paqe. Tu është paqe, nuk ka shumë ndërtim akoma. Po besoj që edhe këtu do vinë vilat e ndërtesat e... Me thënë drejtë nga që kam jetu në shumë metropole të mëdha, për ditë më shumë po bëhem fanatik i të strukunit diku ku nuk ka shumë zhurmë, ku nuk ka shumë... Nuk është Tirana. Jetë hektike. Jo, Tirana në fakt beqen për mu, Tirana më ka dhënë jashtëzakonisht shumë. Unë gjithë bagazhin, do të thonë gjithë edukimin muzikor kam marrë në Tiranë, sepse unë vi nga një shkollë e përgjithshme, kështu që kam edhe shumë respekt dhe shumë dashni, për më shumë që klima në Tiranë është fantastike. Pjesa tjetër pastaj është kosto e... Vërtet, e vërtet. E kënaqësisë që ta jap. Unë këtu kam qef gatuaj pak për të ftuarit e mi, edhe kam pasion gatimin, kam marrë një peshk mirë për ty sot, dhe me si pres që edhe të flasim, sepse e di se me sa pikatore i jep të gjitha intervistat e ndaljet e tua televizive dhe është vetë vërtet vlerësim i madh për mua që t'i kallësh. Merci për. Eja Ram, vim brenda. Ram, e vërteta është që shumë nga të ftuarit e mi që kanë ardhur nga Kosova nuk kanë preferuar peshk. Kur të pyet aty se çka ke qef, më the unë kam qef peshkun. Kjo është një nga temat që shpesh e diskutojmë. Unë jam fëmijë që jam rritur në një sofër kosovar, në një sofër shqiptare, ku ka pas shumë mish të kuq, sidomos, ku ne në Kosovë jemi shumë fanatik të sugjukut. Po që realisht nuk i kam dasht kur, në momentin që jam vetëdjesu, ose jam, si më thonë, jam njoftu, po them, me kuzhinat edhe këto qoftë mediterane, qoftë kuzhinat internacionale. Pastaj kam pasur që jam shumë i lumtur me peshkun, me gjithçka që vjen prej detit. Dhe këtu ka peshk mirë në Shqipëri, a? Hahet mirë në Tiranë. Absolutisht, mos me pas Shqipninë nuk kanë peshk mirë në Kosovë. Vërtet. Shiko, ti je rritur në një familje me shumë fëmijë. Po. 7. Yes. Wow, nuk e di mamaja jote, ti më i vogël, mamaja jote heroin realisht. Ja, unë kam 3 dhe nuk di të them se sa rrëmujesh jeta ime me 7, as nuk arrit ta imagjinoj. Ti më i vogli, ajo ka gatuar gjithmonë, ka qenë nga këto mamat që ka përgatit për gjithë? Absolutisht, përveç që ka gatu, unë investimin e saj, po them të gatimit, familjes të ushqimit, e kam pa, ose si me thonë e kam shiu, ose më shfut shumë punë në gjatë studimeve në Tiranë, sepse ndanim shtëpinë me disa, sigurisht në disa studenti, edhe ti e shef aty kulturën e nanës. Kush është mësuar në shtëpi me gatu dhe kush është rrit me sanduiç në atë poshtë. Qa bënte mirë nana? Qa ishte? Po kryesisht ajo, domethënë vitet e fundit ka qenë shumë tek perimet, sepse ishte edhe diabet, pastaj baba kishte probleme pashtu me shëndetin dhe provonte maksimalisht të rrinte tek perimet e to ushqimet më të lehta, po në fëmijën time ka qenë sigurisht e kuzhina e, po theme, e rënd shqiptare. Tradicionale shqiptare. Flit, byrekët. Gjithçka. Oh. Turshit. Turshit. Ti si ke
ke shkuar me motrat e vëllezër kur ke qenë i vogël? A ke qenë ti fëmia më i llastuar apo ke qenë? Po, sigurisht se kam qenë më i vogli, po në fakt na tradita familjare, ose po them edhe kosovare, motrat, vëllezërit kanë dalë shumë shpejt për arsyet që i dim, pastaj motrat po ashtu janë martu shumë shpejt 3 të parat. Kam kalu më shumë kohë me motrën e vogël Shpresën, një ka qurel se që jeton në Zvicër tash. Sigurisht kam qenë më i llastuar sepse unë kam qenë çuni vetën që kisha ngel në shtëpi. Pastaj më i vogli dhe sigurisht edhe prindërit ishin pak më fleksibël me mua sepse jeta kishte ndruar për fat të mirë në shumë dimensione. Ishim pak më komod me mbijetesën, ishim edhe prindërit sikur e kishin kalu një proces të madh të cilin në luftën me mbijetesën, po flasën ato fillimet e një familje të re siç kanë qenë prindët e mi, domethënë sikur e kishin kalu gjitha ato proceset, pastaj ishin pak më komod për t'u marrë dhe me një fëmijë që është më i llastuar, me një fëmijë i cili nuk i përmbahet rregullave, çka është kriju si tradit diku në familje, dhe ishin edhe më të hapur me, si më thanë, me u marrë me një fëmijë i cili jeton ose vepron në bazë të imagjinatës së tij, jo të shablonit që është krijuar në familje. Ram, asnjëri nga familjarët e tu asnjë lidhje me muzikën. Jam e saktë? Përveç se ne vim jemi malsor, vim në rrugove 5 dhe atje sigurisht çdo malsor o lu një instrument që është gjithmonë çifteli, sharki ose lahut, ose këndon në sakt. Ne në Rugov nuk e din qoftë se ka një term i cili po është ky këndimi malsor që është a kapela që s'ka asnjë instrument. Në fakt është për të komunikuar. Shumë interesant. Kur më kanë pyet ç'ne me muzikën ose ç'at lidhë me muzikën, domethënë unë për shkak pa gjithmonë e kam përdor këtë lloj, po them, këtë lloj kulture të malsorëve ku edhe komunikimi prej lagje në lagje ose prej mahallën është bërë me thirrje. Kështu që domethënë në sofrat tona familjare, sidomos të festave, kanë qenë gjithmonë baba me axhallar që kanë mundu, po për qefin e vet. Po, absolutisht. Pastaj kemi pas shumë axhallar dhe baba kanë pas miq të cilët kanë qenë muzikantë, po gjithmonë, domethënë ato kanë qenë festat kulminante të familjes. Kuptimin që ai ka qenë aktiviteti më i madh që ka mujt me ndodh në fëmijën time, që kanë qenë festat familjare apo këto festat e fundvitit, apo unë jam rritë edhe me atë kulturën e odave të burrave, ku gjithmonë axhallarët edhe baba kanë pas miq që janë mbledh, kanë lujt me gjë, po ky ka qenë, si më thënë, kontaktimi vetëm me muzikën, nëse mund të them. Shumë kurioze jam për atë momentin e 99-s. Familja jote ka qenë një familje e varfër, ka qenë një familje një pjesë e madhe. Dhe juve jeni detyruar të largoheni nga shtëpia në atë kohë, çfarë ndodhi me familjen tuaj? Sigurisht në atë periudhë kemi dalë fillimisht në Maltëzi, pastaj nga Maltëzi kemi ardhur në Shkodër, kemi jetuar në Shkodër dhe në Roshbull, të një familje mrekullueshme. Vërtet? Se më qovën kujtimit tash, po. Në Shkodër, në një familje të vogël, sigurisht, edhe në fakt ishte një familje që kishte lëviz nga Kosova shumë vite përpara, edhe ishte kontakti jonë dhe ato na mirëpritëm atëherë dhe më kujtohet që flenim në 2 familje, unë dhe një kushërin një agj, diku nështë 2 familje bashk, një 10 veta me një dhomë, për një 2-3 muaj sa ka zgjatë lufta atje. Pa, nuk kanë qenë kohë aq të bukura dhe ne kemi pasur në shtëpinë tonë një familje nga Peja, mbaj mend, dhe ata kishin fëmijë pak a shumë me moshën tonë, unë kam qenë atëherë 14 vjeç, ne kënaqeshim shumë me njëri tjetrin. Kënaqeshim sepse po besoj nuk i kemi pas këtë. Ne mërzit u kam mbaruar lufta, kur ata nuk ktheheshin, ne kemi filluar të gjithë qanim, domethënë. Unë po besoj pavarësisht kënaqësisë që mbaroi, por kishim edhe këtë pjesën tjetër që do na marrë malli. Absolutisht. Unë po besoj që sepse kur mblidhemi me familjen ose me shok ose me kushërinj dhe diskutojmë për kohënat e vjetra, unë besoj që jeta ka qenë shumë e thjeshtë, prandaj ne kemi qenë më të lidhur me njërin me tjetrin. Prandaj e kemi shijuar edhe një lojë me karta, me letra, i themi ne. Kemi shijuar në fakt njërin tjetrin, komunikimin me njërin tjetrin. Unë jam rrit duke pa nanën, duke gatu, jam rrit duke i dëgjuar ato hallet, gëzimet, çdo që ka pas familja. Ndërsa sot jemi
ka përshtypjen që nuk jemi shumë të lidhur me njëri tjetrën. Në shoh familjet e reja që për shembull prind mund të jenë në atë dhomën e ndenjes, po fëmijët janë nëpër telefona diku. Domethënë desha me i dhënë kuptim asaj pse gjithmonë kur kthehemi te kohënat e vjetra kemi përshtypjen sikur ka pas një magji ndryshe. Besoj thjesht jeta ka qenë më e thjeshtë dhe ne kemi qenë më të lidhur me njëri tjetrin. Shumë të lidhur. Kur të kanë dëgjuar prindrit për herë të parë duke kënduar? Dhe çfarë kanë thënë? Në fakt më kanë dëgjuar edhe në ato që mi thonë ato mbledhit. Domethënë periudha mbas luftës ka qenë periudha në qoftë se kam një periudhë të shenjët, është periudha e mbas luftës sidomos, sepse edhe pse sigurisht ne kemi kaluar në për shumë vështirësi, gjithsesi ka qenë ajo magjia e mbijetesës. Më kujtohet kur jemi kthy me që tash historia në 99-s, kur jemi kthy neve na kanë dhënë në kufi, na kanë dhënë një tent, dhe kur jemi kthy edhe pse kishim 2 shtëpi, ne fletëm në tent për një periudhë sepse shtëpitë ishin djegme. Ishin djegur, a? Që du me thonë me këto që pastaj sigurisht jeta filloi, edhe pse gjithçka ishte e rënume, jeta filloi dhe aty ku më kanë dëgju ato për herë të parë sigurisht kanë qenë dasmat familjare. Dhe me thonë, unë kam pas edhe një bezdi në shkollë fillore që kisha, sepse gjithmonë ishin këto mësimet e improvizume dhe kishte lënda e muzikës, e jepte një mësues tjetër që s'kishte lidhje me muzikën thjesht për ta plotësuar si orë dhe di që për ta plotësuar gjithmonë bënte mu me kënu. Mandej koncertin e parë që më kanë pa prind ka qenë në Munich të Gjermanisë, në një Kuviljes teatër quhet, edhe ai ka qenë ai po them prezantimi i parë para prindve, se para audiencës ma ishte diçka e njohun. Po fillimisht më kam pa ndasëm, sigurisht tek mbledhit familjare të familjes ngushtë ose kam dalë me bo dasma, se nuk është se kam pas në lloj repertori apo në lloj dëshire për të bë dasmagji, po thjesht ato kanë qenë momentet e parë dhe pastaj Munichu në 2009, nëse s'jam gabim, pastaj në 2010 unë kam filluar karrierën. Dhe atje në Munich të shohin me këtë zërin tënd të fuqishëm, me këtë aurën tënde dhe ç'a mendojnë, ç'a të thonë? Në fakt atësa ishin të lumtur për suksesin, aq ishin edhe të surprizuar edhe nuk e kuptonin sigurisht sepse repertori im kryesisht ka qenë edhe është italian, francez. Dhe gjithmonë kishin nevojë edhe për ndihmë për ta kuptuar çapo thuhet, çapo bëhet, pse njerëzit janë kaq qetë, pse njerëzit nuk janë të zhurmshëm si janë në këto evente tona. Edhe më kujtohet që nana më thotë sa mirë dhe sa i lumtur jam me ty, sepse edhe pse ishin një 2000 veta sa ishin në sallë atje, të gjithë, domethënë nuk i njihej zani kujt. Dëgjohesh vetëm ti. Ato pak intervista që ti ke dhënë, dhe më ka bërë shumë përshtypje që në intervistat që ti ke dhënë, ke treguar se sa suportiv kanë qenë Karshiteje, artistët e Shqipërisë. Ermonela, Tamir Pirgu, Fadil Berisha, gjithashtu. Nuk ndodh gjithmonë që të suportojnë dhe të mbështesin, aq më tepër kur je një artist i ri, njerëz të cilët e kanë le të themi karrierën e tyre shumë të bujshme. Por nga ana tjetër është gjithmonë frika që vjen dikush edhe ta merr spotlightin, vëmendjen, koncertet, rolet. Ti e ke pritur që do ta kishe këtë mbështetje nga këta artist? Unë në fakt për mua ka qenë një super surprizë dhe jam ndjes gjithmonë i bekuar për atë mbështetje edhe të Samirit edhe të Fadilit. Unë besoj që ne shqiptarët jemi shumë suportiv. Unë bëj festivalin vetëm nga suporti edhe i miqve edhe institucione, në mënyrë pa diskutueshme institucione, po edhe i miqve. Domethënë, unë kam mbështetësit më të mëdhej në festival njerëz që për operën kanë dëgjuar për herë të parë kur jemi prezantuar, kur jemi njoftuar, po nga dëshira për të bërë gjëra të mira, nga dëshira për të mbështetur kauza të mira, janë bërë pjesë edhe kanë investuar, si më thonë. Dhe unë besoj që ne shqiptarët jemi shumë suportues ndaj njëri tjetrit. Unë kam përshtypjen që gjeneratat kanë ndruar.
Po, sepse ne bëjmë në kuadër të festivalit, ne kemi edhe disa workshops, masterclass, punëtori, më falë, që i bëjmë thjesht për të ndihmu të rinj. Po të ishen që të rinjt sot nuk e kanë kur vullnetin disiplinën. Sepse unë nuk lexoja muzikë atëherë dhe besoja që me disiplinë, me punë, me shumë përkushtim edhe arrihet. Do më thonë, ëndrat realizohen. Ndërsa sot e shef që po shpresoj që kjo të ndryshojmë, no? Jo, po mendoj thjesht kjo që, do më thonë, ky komenti imi tjetë më shumë një tip reflektimi për gjeneratat e reja. Do më thonë, unë sjell pedagogët më të mirë që unë s'kam pas mundësi me punu me ato. Dhe ti e shef që të rinjet, mirë që vinë me 2 materiale që i sjellin për 5 vjetë me radhë, po dhe nuk kanë dëshirë në vullnetin për të mësu, për të studiu, për të ardhë, për të marrë qenime, për të qenë pjesë, jo vetëm për të qenë prezent, po për të qenë aty, për të marrë më të mirën e asaj. Dhe unë po besoj që kjo po ndodhë kohëve të fundit, jo se ne shqiptarët nuk suportojmë njëri tjetrin, po sepse unë kam përshtypjen që për ditë më shumë po zbehet ajo dëshira e madhe dhe fokusi i madh për të investu për ëndrrën. Unë besoj që është kjo, e dyta jo se është zbeh suporti për njëri tjetrin. Po. Besoj të kjo. Sa kohë kishe pa ardhur në Tiranë? Vjen shpesh? Në fakt herë fundit kam qenë për festivalin e radio televizionit, që ishte Dhjetor, të vitit që shkoj. Po. Në një farforme kisha për detyrë me ardhë në kuptimin etik të punës, sepse 10 në verë kisha orkestrën e radio televizionit shqiptar që erdhi për të manifestu 5 vjetore në festivalet që unë bëjmë Prishtinë, që një projekt që unë e kam shumë për zemër dhe ju kisha premtu që kurdo që ju duhen. Po. Do jem me ju. Është realisht detyrimi nëse mund. Është realisht një aktivitet shumë me vlerë për patjetër për vendin, për Kosovën fillimisht, por edhe për të gjithë ata që adhurojnë, që gjithmonë më tepër më duket sikur ka gjithmonë më shumë pjesëmarrje, më shumë të interesuar është. Unë këtë muhabet e kemi pas para pak vite me disa miq se sa është e rëndësishme shoqënisë apo shoqënive me ju me ju ofru ose me ju kultivu gjëra me vlerë. S'ka fare rëndësi është muzika, është biznes apo çdo. Ne në Kosovë nuk kemi pas asnjëherë një teatër opere. Po sot kemi një festival që vetëm tek dalaja ime kemi 5.000 ulse. Nuk është se Prishtina apo Kosova e ka atë audiencë si pasojë ose si rrjedhojë një tradite operistike. S'ka lidhje, po një produkt i mirë, një produkt i cili bëhet platformë edukative, nëse mund të them. Edhe sigurisht kthehet në traditë, kështu që unë besoj thjesht duhet ofrohen punë kualitative, ose produkte kualitative, çfarë do lloj dimensioni. Nëse do të kishe sot familje, fëmijë, do zgjidhje për të jetuar në Tiranë apo në Prishtinë? Në Kuks. Vërtet? Në mes, a? Politikisht korrekt. Jo, në fakt do jetoja në Prishtinë, sepse aty i kam njerëzit të cilët i takoj në daily basis, si me thonë. Një pjesë e madhe e tyne njerëz që jam rrit, kam kalu periudhën në studimeve, janë institucionet me cilat ne gjithsesi zyra e fondacionet është në kontakt të përditshëm. Jo, do jetoja në Prishtinë, po që Tirana gjithmonë ajo vlera e shtume e qofte aktiviteti, qofte bashkëpunimeve, qofte unë e them nemi me fat që Kosova e ka Shqipërinë si vendin më të afërt, edhe besoj e kompletojmë një anë tjetër. Çfarë mendon se vuan më shumë shoqëria shqiptare, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë sot e në një vëzhgim që besoj shumë që ne Ballkanin në përgjithësi duke qenë se jemi, po them, jemi vendet vogla, gjithmonë kemi problem me i besu tjetrit edhe nëse si me thonë, gjithë bota ka vlerësu si specialistin më të mirë të fushës. Po, ne jemi dyshuar. Kur vjen në qytetin që është rritë, është like, okej, e di ky po e di edhe unë. Edhe këtu pastaj fillojmë edhe e zbehim kualitetin e tjetrit edhe sikur nuk e lam asnjëherë me dalin pa. Unë kam përshtypjen që si në Kosovë, si në Shqipëri, ne kemi specialistë të fushave të ndryshme të jashtëzakonshëm, por rrallë herë i shoh në dimensionin e tyre ose rrallë herë i shoh
që ju jepet mundësia për të shprehë në profilin që kanë. Unë besoj që problemi jonë madhor është kjo. Pastaj marrim primatin e asaj që ne i dim gjitha, i bëjmë gjitha dhe specialistët nga kjo lloj, nëse guxoj me thënë ignorancë, fillojnë edhe tërheqen edhe pastaj shef që profilet e ndryshme bëhen për njerëzve që nuk janë të profilizuar dhe pastaj përfundojmë në improvizime dhe hirbiar. Po, fiks. Ti a je vlerësuar ai sa duhet mendon nga njerëzit e tu, nga shqiptarët e tu? Absolutisht. E di pse e them po, sepse në rrugtimin tim të karrierës, sigurisht që pastaj është puna jotja individuale, por mbas vetëdijësimit tim që një projekt i tillë si ai festivali që unë e bëj është i rëndësishëm për vendin, sepse akoma ne jemi në përpjekje të ndërtimit të institucionit të operës. E kam edhe për mua ka qenë një përmbushje e madhe, sepse kam thënë çka është ajo çka unë mund t'i lë këtij vendi, ka qenë sigurisht një platformë e profilit tim. Po. Aty pastaj kam gjetur mbështetjen edhe të institucioneve dhe të miqve. Kështu që unë them po, nuk jam nga ato artistët patetik të cilët nuk ofrohen në formën e duhur, nuk ofrohen dhe nuk komunikojnë me gjuhën në të cilën e kuptojnë edhe institucionet, edhe politika, apo edhe biznesi. Afrohen me një lloj arrogance deri në ignorancë, kisha me thënë, edhe ajo aty pastaj fillojnë ju ndahen rrugët, edhe në këtë lloj ndamje rrugësh pastaj artistët fillojnë të izoluar sepse e konsiderojnë veten në plot raste sikur janë mbi të tjerët, sikur të tjerët s'po i kuptojnë, ndërsa unë jam e kundërta. Po në rastin tim kjo vjen ndoshta për arsye që s'kam pas fare lidhje me artin. E kam kuptuar fillimisht jetën, pastaj arti është bo thjesht profesion, është bo zanat. Ka një moment që vendohesh të çpata, more, pse kisha vazhduar atë informatikën? Jo, asnjëherë, jo, jam shumë Je i lumtur me këtë zgjedhje. Po, planifikonim festivalin e 2024-ës, edhe në ekip kishim një gocë 3 dhe po i them që unë duhet largohem sepse kam një coaching për një orë e gjys. Edhe kurioziteti i saj ishte pse coaching për çka. Edhe po i them punoj me profesorin tim me të cilin sigurisht më duhet të vazhdoj të mbaj kondicionin. Tha pse ti akoma s'ke mësuar me knu? Në kuptimin që është zanat i cili do investim të përditshëm, sakt, dhe sigurisht që plot herë bëhet e vështirë, plot herë bëhet mendon thu aja vlen, mos e kam shtyr si shumë, mos nuk është për mu, mos nuk mundem më shumë, po që këto janë procese që besoj ndodhin në çdo lloj profili dhe dimensioni. Ne kemi gjithmonë, po të mos jetë ai momenti kur ne përballemi me pikpyetjet e kapaciteteve tona, atëherë s'ka adrenalin për të vazhduar para. Do provosh pak peshkun. Gjuz me verë me limon. Mua më pëlqejnë shumë të thartat, nuk e di a i ke ti qenë. Yes. Po. Okej, urdhëro. Vetëm vezën nuk e kuptova. Jo, s'kam hedh vezë. Mund të the vezë me limon. Verë të bardhë dhe me limon, Notën nga 9 deri në 10. Duhet të jem politikisht korrekt edhe në këtë? Tashi, po nuk që, po e pate e lënë të aprishësh diplomacinë të peshku im. Gjithsesi këto specialiste e disim, unë besoj që jem me fat sepse peshku në Shqipëri është shumë i mirë. Jo, shumë i mirë. Të lumë shënduar. Faleminderit shumë. Po vazhdojmë të hajmë peshku në qëtësi pa kamera dhe po pastaj postojmë vazhdojmë bisedën e ndej. Ja. Ram mua më ka pëlqyer gjithmonë të këndoj. Okej. Edhe deri kur kam qenë në klasa 6-7, mendoja madje që kisha edhe zë të bukur dhe të fuqishëm. Okej. Pastaj më treguan që jo vetëm që nuk kisha zë të bukur, pas nuk dija të këndoja dhe nuk isha as e intonuar. Tani pyetja ime është, duke patur parasysh edhe atë që më tregove për veten, që ti je autodidakt. Qofse njëri ka qejf të këndoj, si puna ime sot, dhe unë dua të këndoj, çfarë duhet bëj? Ushtrime? Si shkohet dhe përmirësohet një performancë vokalistike?
Pra që unë filloj, bishta lecat palë, kur bëj gabimin? Gabimin nuk që po ngatron profesionin. Do më thënë, kur e këfut gabim? Jo, thjesht ka një proces edukimi, ka një proces hulumtimi, unë nuk mendoj që njerëzit lindin të ditun, ato mësojnë në procese sipër, por është një paku shumë e madhe, do më thënë, është edhe talenti, pastaj është edhe, do më thënë, ne tërhiqemi në jetë në përgjithësi atëherë kur jemi gati për të kaluar në nivelin tjetër, sepse lodhemi deri. Edhe po besoj që janë thjesht procese studimi, procese ballafaqimi me ato periudhat më të vështira ku ne mendojmë që nuk vlejmë dhe nuk mundemi. Unë po besoj që kjo tek ti ka qenë edhe opsioni filozofike. S'është fare filozofike. Unë po besoj që ti e ke gjetë pastaj një opsion që ka qenë më i lehtë se sa sfida për t'u ballafaquar për çdo ditë me atë mundem apo s'mundem, po këndoj mirë apo s'po këndoj mirë, po mësoj apo s'po mësoj. Ke dalë te e folnja që është shumë kollaj, formulimi, kjo që bën sot që është mrekullueshme dhe ke gjetë formën tonë të mbijetesës. Ti dëgjon muzikë shqiptare moderne? Moderne. Unë jam rrit me muzikën. Në fakt dëgjoj edhe muzikë moderne, dëgjoj edhe muzikë edhe elektronike, ndëgjoj gjithçka. Ashtu? Po jam shpirtin flen ose ditën e nis tek jazzi. Okej. Po sigurisht unë jam rrit me këngën shqipe, kështu që ndëgjoj gjithçka, më së paku opera. Në që është ajo që unë bëj për ditë kuptimin, jam për ditë në teatr, apo jam për ditë në studime sipër, kështu që pastaj në momentin që mbyll derën e teatrit, pastaj filloj këtë pjesën, ose të paktën pretendoj si kur bëj edhe një jetë tjetër. Ose e kam luftu shumë për të bërë edhe një jetë tjetër përveç teatrit. Çfarë dëgjon ti për shembull në makinën tënde, këngëtar shqiptar që vendos rrugës? Gjithmonë janë, domethënë unë jo rastisht për shembull këngën e Bishtalecave kam një gjithmonë përmes radio televizionit shqiptar, se atë vetëm atë kanal kishim, po flas gjithmonë për periudhën e para luftës. Dëgjoj gjithçka realisht, gjithçka që është kualitative. Okej. Atë që unë konsideroj që është kualitative. Çfarë është kualitative për ty sot në tregun muzikor sot? Pra, Ylli Limani, Alban Skënderaj, Tajna, Elvana Gjata, po përmend vetëm disa nga emrat. Për mua gjykimi është shumë i vështirë sepse unë jam fëmijë që jam rrit me artist si tenori Tukiqi, pastaj Vaçe Zela, Nexhmije Pagrusha ka qenë një nga artistët që unë e kam vizitu sa herë do që kam marrë me, për atë që ka qenë gjallë, sa herë kam marrë me vizitu në anën, jam nalë edhe në Prishtinë, kam vizitu edhe Nexhmijen, e kam shumë të vështirë, jo sepse nuk respektoj punën e gjithë secilit, por e kam të vështirë me bën një përzgjedhje në ditët e sotme, edhe pse besoj edhe mendoj edhe vlerësoj edhe ka punë kualitative që bëhen, po e kam të vështirë të bëj një përzgjedhje të paktën për emrat që i listove. Ti vetë ta kishe parë ndonjëherë në të ardhmen veten tënde në një muzikë përteja saj operistike? Absolutisht. Komerciale? Po, tash nuk e di që është komerciale. Unë kam një 3 vjetë që bëj regjistrime konstant një albumi që quhet Këngë të Nanës. Është një album, do të thonë, është një përzgjedhje këngëve që unë i kam nisi fëmijë atëherë kur se kam pas fare haberin as muzikës, se edhe as se do mund të bëhesh muzikant një ditë. Do të thonë, regjistroj kujtimet e mia. Është një këngë, është kënga jonë, është identiteti jonë. Unë biles kam edhe një quote ku them kam e knu Shqip për atë sa të më shkel kama jeme në tokë. Vetëm në ato pak momente të këngës shqipe, vetëm në ato pak momente të delirit të këngës shqipe jetoj identitetin tem. Kështu që po, do të ketë projekte, biles tash kemi bërë edhe një projekt tjetër që është me Arbreshet, që është, po besoj do lancohet shumë shpejt. Absolutisht që po, do të kem projekte që janë sigurisht jashtë muzikës operistike, jashtë muzikës klasike, po që do jenë gjithmonë kujtime të rrugtimit, se sa krijimtariere. Besoj gjithmonë në skena të mëdha, në skena prestigjioze, nuk besoj që ndonjëherë do të shohim të këndosh për shembull në klub. Çfarë mendon për artistët që zgjedhin ose detyrohen të këndojnë në klub?
Po, jo, tregjet, unë besoj tregjet janë të ndame. Unë nuk du të paragjykoj as klubin, as skenën e madhe. Unë në plot raste në Prishtinë, kur jam me miqtë e mi të shpirtit, ne kënojmë edhe në tavolinë. Domethënë nuk është se paragjykoj, po absolutisht s'ka lidhje kush ku kënon, po që ne besoj se cili kemi atë profilin edhe atë skenën ku ne takojmë edhe aty ku njerëzit vinë për të na shiju në atë lloj niveli ku ne performojmë. Është ajo niveli, po them ambienti, më mirë me thonë. Ti kënduar disa nga këngët më të bukura shqipe. Do të të bëj një pyetje që besoj ta kesh të vështirë ta gjesh përgjigjen. Unë të kam dëgjuar në nëntor të vitit, jo të vitit të kaluar, 2 vite më parë, në Athinë, në një aktivitet që bënte ambasada shqiptare atje, teksa ke performuar disa nga këngët më të bukura shqiptare, mes cilave ishte dhe Rrjedh në këngë ligjerime, që mua më drejtëroi në atë moment dhe ishte për mua është një nga këngët më të bukura shqipe. Pyetja është për ty, cila është, nëse do të veçoje një kënga më e bukur shqiptare për Ram Lahaj? Rrjedh në këngë ligjerime ka ardhur si projekt kur është formu ushtria e Kosovës, ka qenë një improvizim i shpejt, prapë ishte vështirë për të krijuar diçka të re. Dhe unë e kisha më kollaj të bindesha të shkoja tek ato që unë jam rrit, tek historia, tek rrugtimi im. Ndërsa për zgjedhja një këngë shqipe, sa e vështirë, nuk kam një që mund ta veçoj, sepse janë aq shumë sa që do ndjem sikur i futëm në hak një pjesë tjetër të madhe të këngëve shqipe. Domethënë jam plot. Me kam të vështirë, unë jam rrit shumë me këngët, po them kështu, këngët lirike, kreshnike të periudhës së luftës, po ashtu sepse ajo ka qenë edhe adoleshenca ime dhe ato e kam shumë të vështirë. Janë shumë, e kam të vështirë ta zgjedh një. Në intervistën me kryeministin që ka qenë në fundit përpara kësaj, pash që ai nuk donte të ngacmonte për jetën private, tha ti je i lirë të flasësh për pushtimin e zemrave etj. E ka ditë që s'kam shumë me thonë. A ka ndryshuar shumë nga ajo kohë deri sot? Jo, në fakt, unë besoj që kjo është edhe një pjesë e kostos së suksesit, apo të sukseseve që ne i vëjmë për qëllim vetës. Jeta private nuk është se zhvillu shumë, sepse në një ka qenë një, po them kësisoj, një ide imja që mashkulli ka kohë të rritë, të zhvillohet, edukohet, të plotësohet profesionalisht edhe shumë dimensione tjera dhe pastaj është gati për të marrë përgjegjësinë e familjes apo të një marrëdhënie e cila do investimin e vet. A je gati sot? Po, ka kohë që jam gati, po si duket nuk e kam marrë shumë seriozisht atë njerë, jo nuk është se ka pas lëvizjet më dha. Nuk ka pas lëvizjet më dha në atë front. Jo. Si ndodh me juve, artistët operistik, dashurojnë me njëri tjetrin? Pra duke qëndruar gjatë bashkë, sepse prova, shfaqje, nuk e di, atmosfera, adrenalina, opera. Ne na duket si publik? Po. Pak si film? Ka plot raste të tilla, por nuk ka qenë asnjë rasti im, nuk e di. Gjithmonë kur jam fut në teatr, i kam pa gjithmonë si koleg, i kam pa gjithmonë si bashkëpunëtor, ose unë s'kam qenë gati, ose unë si kam besu as lojës që kemi bërë. Cila është opera jote e preferuar? Tosca. Është një produksion që unë e kam bërë mbas pandemisë në barit e Italisë, që ka qenë një, mund të them për mu, është një nga produksionet që ka qenë me i realizumi në çdo lloj aspekti për mu. Flet vazhdimisht për nënën. Edhe shikoj që flet me nostalgji, po edhe me mall, besoj. Sa ka ndikuar tek ti si artist, po edhe tek ai që ti je sot, e njeriu që je sot, raporti yt i ngushtë me të, sepse më tregove pak më përpara që ajo ka qenë gjithmonë përballë teje. Ti madje the, unë vetëm kur ajo ka humbur jetën, e kam parë në profil. Ajo ka qenë gjithmonë përballë meje. Po, unë besoj shumë që ne jemi produkti i formatit se si rritemi, i formatit se si edukohemi, i besimit që na jepet si fëmijës. Para pak ditësh, po kërkoja diçka në shtëpi dhe gjeta një fotografi, unë si adoleshent, si fëmijë,
duke i dhënë një makines familjare që isha me gjithë familjen në, po u thonin për diku. Dhe në reflektimin tim, sot vinte si besim i familjes, si babës, si nanës, për t'i dhënë makines një fëmijë 15 vjeç. Që ishte edhe në kundërshtim me ligjin, po dhe sigurisht një 15 vjeçar tjetër nuk ishte as pak normal me i dhënë makines bashkë me familjen brenda. Unë besoj që këto janë ato celulat, nëse mund të them, të krijimit të një personaliteti, të një qenie humane, po them kësaj. Ka ndikuar jashtëzakonisht shumë sepse e shoh që edhe sot e kësaj dite më bie shumë tamam edukata, mirësjellja, dallimi i, po them kësaj, të mirës me të keqen. Dhe besoj shumë që unë apo ne jemi këto që jemi si rrjedhoje e prindit, e sidomos nanës. Ti vetë, ke dëshirë që të bëhesh prind, ke dëshirë të kesh fëmijë? Po, absolutisht, unë vi për një familje shumë të madhe dhe sigurisht në do të kesh edhe ti 7? Po, jo 7, se besoj që është e vështirë, po për mu nuk ka pas asnjëherë rëndësi sasia sa ka cilësia. Kështu që me jetën që bëjmë sot, unë nuk besoj që mund të japim cilësi, sepse jemi shumë aktiv, jemi shumë zhan, jemi shumë më shumë kisha me thënë gjithkund edhe kurkund, dhe kjo pastaj nuk të lejon të japësh kualitet, prandaj ne sot për ditë më shumë shohim fëmijë pa një personalitet të fortë, sepse edhe ne jemi të shkputur pak, po edhe periudha në cilën po jetojmë është shumë hektike, shumë e qaraveshur, i themi ne në Kosovë, kështu që po sigurisht që është në planet e mia, është në gjenetikën time për të qenë një bab dikur, por deri më tash kam konsideruar që unë nuk do të kisha kohë në edukimin e një fëmije, dhe prandaj e kam, si me thonë, e kam lënë për një periudhë tjetër kur unë do të kem gjithë atë përmbushjen profesionale, materiale, të rrugtimit të eksperiencës jetësore që t'jem qetësim pastaj për të rritë një fëmijë në qoftë që do të. Tani ke marrë pak kohë, besoj që tash këto muaj që nuk je në sezon. Edhe kam porosit. Ram, ka të njerëz që adhurojnë operan dhe Maj Gjepsen pasaj, ka të tjerë që nuk e kuptojnë. Do me thënë mua më duket sikur opera o e do shumë ose nuk të pëlqen fare. Çfarë do të sugjeroj dikuj që s'ka qenë asnjëherë në opera? Unë vi nga një familje që se kanë kuptu, edhe se kanë marrë vesh, edhe nuk kanë qenë kur fans të operës. Edhe kam qenë dhe jam shumë okej me atë. Unë prap e përmenda disa herë në këtë bashkëbisedim që për mu është më shumë pjesë edukativo-kulturore se sa që ti ke nevojë me qenë fans i operës. Unë besoj verbnisht që nuk mund të rritet një fëmijë ose nuk mund të zhvillohet imagjinata mjaftueshme në qoftë se nuk shkon teatr, në qoftë se nuk shkon me pa koncertet më dha, në qoftë se nuk shkon kinema, në qoftë se nuk shkon me pa një shfaqje qoftë teatrale, qoftë operistike. Domethënë është pjesë e zhvillimit të imagjinatës. Kështu që unë më shumë e shoh si një eksperiencë jetësore, edhe e besoj që ne edhe rritemi, edhe fillojmë, edhe ndryshojmë. Nga ai në qoftë se në adoleshencë shkojmë në për klube dhe na pëlqejnë këto artistët që ti mi përmendë në pak më parë, vjen një periudhë ku ti do më shku në një restoran ku je më qetë sepse koha jote është shumë e vlefshme me njeriu që do me kalu. Pastaj vjen një moment ku ti je në një moshë pak më të rritën ose ke një ngarkesë më të madhe ku nuk të duhet akoma zhurmë. Të duhet diçka që është pak më e sofistikuar, nëse mund të them, në aspektin e kurimit artistik. Unë po besoj që ne ndrojmë, është ndryshe që ne si ballkanca jemi rrit, vazhdojmë të jetojmë në një jetë shumë të, nëse mund të them, të shturur në aspektin e qoftë edhe të edukimit, qoftë edhe të atyre pike elementeve që jetës i dhojnë edhe kualitet edhe një tip ngritje intelektuale. Unë besoj më shumë është pjesë e procesit. Unë nuk kam taku ndonjëherë një fëmijë, por them fëmijë në kuptimin e kolegëve
edhe muzikant, edhe biznesmen, edhe avokat, i cili nuk ka qenë njëherë në teatr, i cili nuk di për operën, i cili nuk ka qenë njëherë me pa një shfaqje operistik, i cili nuk ka marrë njëherë një leksion muzike, i cili nuk ka provu njëherë një instrument, s'ka provu me këndu, s'ka provu me vizatu, s'ka provu me bo një piktur. Kjo nuk do të thotë që ti du të bosh pa tjetër artist. Kjo do të thotë që është pjesë e rëndësishme e edukimit, të një shoqërie. Kështu që unë më shumë e shoh në këtë dimenzion dhe për këtë dhe kam investu në platformën e festivalit në Kosovë. Jo se kam mendu që edhe pse unë jam për do një përgjigje nështë më konkrete, ne në Prishtinë në aktivitetet, po flas në koncertin e verës që unë bëj atje, ne kemi 5.000 ulse. Që do të thotë nuk ka nevoj me qenë fans ku ti i shkull flokt nga deliri për një artist që po kënon. Po ti e shef që njerëzit kanë nevojë edhe për atë lloj qetësie, njerëzit kanë nevojë me i pru fëmijët për të parë një diçka tjetër. Sepse ne jetojmë në këtë lloj zhurmë të madhe. Dhe besoj që këto janë elementet që disa prej nesh, sepse nuk ka nevojë me pas 20.000 spektatorë në një koncert tillë. Më thëmë, po ka një përqindje njerëzish që konsiderojnë që është eksperiencë, konsiderojnë që është diçka që mund të mësojnë, konsiderojnë që është qetësi, për shembull marr shumë mesazhe dhe thonë nuk di çfarë po kënon, po mu m'jep një lloj qetësie. Dhe ne nuk kemi nevojë me qenë masa. Do të thonë ne komunikojmë me ato që komunikojnë me ne. Kështu që për mua prapë është cilësia, nuk është sasia. Duket sikur e jeton shumë në paqe këtë që është cilësia dhe nuk është sasia. Krejt ndryshe nga artistët që duan sot më shumë views, më shumë klikime, më shumë fansa, më shumë koncerte dhe më shumë frustrim. Unë besoj edhe kjo lidhet shumë edhe me edukimin, sa më pak ose sa më i pa eksploruar në fillimisht me veten, pastaj me jetën, ti kërkon më shumë, sepse nuk kupton sa pak të duhet. Dhe unë besoj që jetojmë në një ritëm jetësor ku ma nuk ka rëndësi kualiteti, ka rëndësi zhurma, ka rëndësi klikimi, ka rëndësi, nuk ka fare rëndësi se sa men që më flet. Ka rëndësi se sa të kam pa. Kështu që unë në pa që nuk jetoj në atë dimension. Nuk e ke problem që nëse këtë intervistën tonë do ta shikojnë pak veta? Këtë intervistë e kam bë vetëm për i qasjes tuaj, se kam bë me hallin se sa njerëz kanë më na pa, po sigurisht në qoftë se dikuj bë përshtypje, në qoftë se dikush e gje vetën aty, jam shumë i lumtur, në qoftë se kam thënë një gjë të mendshme, më gëzon fakti, unë plot herë edhe i kam, si me thënë, nuk i kam dash shumë intervista, se kam thënë nuk kam bë asgjë në jetë për të folat shumë. Po mirë, ti ndjesh përmbushur, apo nuk ndjesh? Absolutisht shumë, se jo pak, sepse përmbushja ime ka të bëj me konceptin tim jetësor, jo me trendet, ka të bëj me formatin që ka unë konsideroj që është përmbushje, jo me sasin që është barometri jashtë. Si arrihet kjo për të gjithë ata që vuajnë për vëmendje, për klikime, për viralitet, si e gjen njeriu paqen, edhe kur nuk janë të gjithë atje duke e parë? Unë po besoj që paqja nuk gjendet jashtë, paqja është me vetveten. Në momentin, për shembull unë e kam taku këtë lloj frustrimi të madh me kolegët në këto 20 vite karrierë. Njerëzit fillojnë i friksohen jetës edhe karrierës duke qenë në pikën më kulminante të saj. Sepse besoj që lidhja mes vetës edhe asaj kush je, çka don, ku po shkon, është shkput diku. Dhe prandaj ti je i humbur dhe po kërkon diçka që nuk të duhet realisht. Domethënë njerëzit fillojnë e frustrohen atëherë ku janë në kulmin e asaj. Domethënë nuk po merren me delirin e asaj që ndodh, po merren me statistikën se çfarë mund të ndodhë mbrapa. Dhe këtu pastaj fillon edhe barabari, i themin në Kosovë. Si njeri goxha i jetuar, cila do ishte këshilla që do t'i jepje dikujt që është në dyshime, është në udhkryq? Nuk e di në qoftë se di t'jap këshilla, nuk e di në qoftë se kam një lloj, po them kësaj, një lloj formule, po unë jam zhvillu duke kriju një koncept jetë në bazë të imagjinatës, kërkesave, intrigave që i kam pas për veten për të zhvillu, dhe kam nejtë vetëm në formatin e asaj që unë kam besu.
Kjo më ka bë shumë më shpejt me u përmbush, kjo më ka bë shumë më shpejt me qenë unik dhe i veçantë, sepse ti sjell veten, ti sjell emocionin ton, ti nuk e ngatron zhurmen me identitetin ton, ti e ruan veten në një format steril për të qenë unik. Dhe kjo nuk është diçka që mësohet, kjo është diçka që jeton me të. Kështu që nuk është se kam këshill, përveç se besoj verbnisht që duhet të jesh gjithmonë me veten, vetvetja, duke mos e lënë ambientin e jashtëm të interferojë as në personalitet, as në profesion, as në komunikim, as në bashkëpunim, as në një prej këtyre gjanave. Ram, më the Kore, pastaj më the Dortmund, pastaj nuk e di se sa shtetet të tjera do të vinë në stinën tjetër që fillon në shtator, ti je pak a shumë gjithandej nëpër botë gjithmonë. Ajo do të pyesësh, më duket sikur për artistët e muzikës komerciale, moderne, ka shumë vështirësi për të depërtuar në tregun botror. Janë numërohen me gisht ato që ka depërtuar, Dua Lipa, Rita Ora, Ermal Meta deri diku në Itali, po me artistët, me tenorët, me artistët e operas. A është më e thjesht apo më e vështirë dhe çfarë ndikon? Duhet të gjesh tivjet të duhura, menaxhmenti, talenti, pjesëmarrja në ngjarje të rëndësishme ku ka vizibilitet. Pra si funksionon me ju? Tek ne është gjithmonë talenti. Gjithmonë talenti. Në qoftë se unë kam taku plot artistë që bëjnë super karrierë, të cilët nuk kanë folur asnjë gjuhë tjetër përveç gjuhës samtare. Sepse kualiteti i ka sjell ose të bjen në pa, sepse është profesion shumë specifik. Këndimi lirik është, e dim se sa sfidë është për tu gdhend, për tu përpunu si talent. Është më shumë talenti, po sigurisht edhe tregu operistik, ose po them teatri, është shumë më i fokusuar, është treg shumë më i vogël, ndërsa kjo pjesa po them e showbizit ose muzikës moderne pastaj është dimension këj tjetër. Dhe jo gjithmonë është talenti. Domethënë për mua për shembull kam taku muzikant të cilët kanë bë këngë, krijime, nëse mund të quhen, të cilat janë super virale, të cilat i ka parë është gjysma e globit, po me ul në piano me lut këngën e vet nuk e di sepse e ka prodhuar me një lloj teknologjie e cila është aplikacion apo është laptop apo kompjuter çka do. Kështu që tek ne është vetëm talenti. Edhe për fat mirë ne shqiptarët kemi disa artistë të cilët janë pjesë e rëndësishme e asaj platformës internacionale të botës operës. I gati të japësh një përgjigje të diplomatike? Në raport me? Ermonela Jahu apo Sajmir Pirgu? Sajmir Pirgu. Pavarotti apo Domingo? Carreras. Okej. A ke parë dokumentarin e Pavarotti? Jo, e kisha me shaka, po për ndryshe Domingo ka qenë pjesë e rëndësishme e rrugtimit tim. Rrugtimit ton. Unë kam fituar Operalien në 2016 dhe pastaj nga 2016 deri në pandemi ne kemi bërë shumë koncerte bashk, më ka ftuar në gjithë teatrat ku ai ka qenë i angazhuar, si në Los Angeles, si në Meksik dhe në shumë koncerte tjera. Për mua ka qenë një mentor të cilit nuk e di në qoftë se kanë në formë falenderimi për faktin e besimit, edhe pse mund kishte sjell atje kualiteti, talenti, ajo që folën pak më herët, po për mua ka qenë ëndër edhe vazhdon të jetë për rrugtimin tim, sepse një fëmijë që s'kishte fare lidhje as me artin as muzikën, i cili ishte rrit në odat burrave, po i them kësaj edhe arti i vetëm që kishte pa ishin fotografitë e stërgjyshve në përmure apo sharkia poshtë në i ulën kam kryq, me përformu me një figurë e cila është legjend në botën operistike, ka qenë edhe ngelet ëndër, ngelet periudha më e mirë dhe më përmbushse. Dhe sigurisht mbas saj pastaj ka qenë thjesht punë për të bërë. Dhe jo rastësisht, për shembull, kam një interval kohor ku kam anulu komplet një sezon, sepse thjesht kam konsideruar që kam nevojë për pak kohë, kam nevojë për hapësirë, për të rigjeneruar dhe për të parë nëse duhet vazhdoj në atë dimension. Ka disa njerëz që nuk e kanë gjetë të lloj lidhje dhe karriera ngelet ose këndimi ose ajo që bojnë është elementi i vetëm dhe shpresa vetme për jetë, ndërsa unë kam një dimension tjetër ku konsideroj që gjithë këto janë eksperjenca jetësore, ndërsa jeta në vetvete është një diçka tjetër, një diçka ku i bashkon të gjithë këto elemente. Një nga gjërat që më ka pas pëlqyer më shumë nga Pavarotti ka qenë Pavarotti and Friends.
me thënë të drejtën, dhe mendoj që nëse ndonjëherë do të kishte mundësi dikush të sjellë dhe të mbledh disa stare me famë ndërkombëtare, do të mund të ishe ti. Një Ram Lahaj and Friends. Unë kam bërë një diçka do më thonë koncerti Galaja Prishtinës quhet Ram Lahaj and Friends, po janë Friends nga bota opera. Pse kam quajtur Friends, pse kam titullu Friends, ose pse kam quajtur Friends, është sepse duke qenë se ne nuk kemi asnjë skenë të mirëfillt, po flas gjithmonë për Prishtinën, sepse ju për fat mirë keni edhe teatrin e operës, keni gjithë infrastrukturën që i duhet këtij profili. Unë e kam quajtur Friends sepse e kam ditë që në Prishtinë do të vinë miqtë e mi që ne kemi punu bashkë. Po ndonjë aktivitet kot tani po fantazoj, të stilit Pavarotti, pra një Ram Lahaj pak me rock, ose pak me pop, si që bënte ai dikur me YouTube, me Spice Girls, i mban mend? Absolutisht. Do kishte qenë në planet e tua për të miksuar ndoshta pak muzikën? Ndoshta ky vit reflektimi edhe mund ta sjellë një produkt të tillë. E nga ana tjetër keni dhe fondacionin që gjithashtu je goxha investuar, apo jo? Cilat janë projektet tani me... Mbas përmbushjes profesionale, unë kam pas gjithmonë një nevojë për të kthyer dhe për të kontribuar atje ku unë jam rrit. Kjo sigurisht ka ardhur mbas përmbushjes personale, edhe në aspektin profesional, edhe në aspektin material, edhe në gjithçka tjetër. Për mua ka qenë e papranueshme që në fshatnat e Kosovës apo në qytetat e vogla fëmijët akoma nuk njohin instrumentet, fëmijët akoma nuk dinë se ekziston një orkestër simfonike apo ekziston muzika klasike, sepse ajo që afrohet në mediat tona sot sigurisht s'ka të bëjë vetëm me pjesën edukuese, nuk ka të bëjë fare. Kur them flas pjesën artistike. Për mua ka qenë mision dhe do më thonë jam i lumtur shumë që ne vizitojmë për çdo shtator, sepse e kam pak edhe nga memoria fëminisë që ato ditët e para të shkollës mbas verës janë super boring. Dhe ne fillojmë aktivitetet e fondacionit ku miksojmë pak muzikën klasike, pak me cirkun për ta bërë sa më interesant, pak me dhuratat për fëmijët që t'i intrigojmë për të nejtë me pa shfaqjen që në fund marrin pastaj edhe një dhuratë. Do të thonë, krijojmë një pako e cila i bie tamam edhe mentalitetit edhe adrenalinës fëmisë. Dhe më gëzon fakti kur ekipa e fondacionit shkon nëpër fshatnat edhe nëpër zonat më të thella të Kosovës, edhe me i pa videot e këtyne projekteve për mu janë përmbushja më madhe dhe detyrime do më thënë obligimi që unë dikur e kam pas për vendin, në profilin tim ndihem sikur jam duke e përmbushme, me thënë. Unë të falenderoj shumë që ke ardhur, edhe u kënaqja me ty. Natyrisht që në gjitha performancat e tua emocionet kanë qenë gjithmonë shumë të forta dhe ti je një njeri që të drithëron me zërin tënd, por kënaqja dhe duke biseduar me ty sot Ram Lahaj dhe të uroj shumë suksese dhe vetëm gjitha të mirat që i meriton. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Edhe sigurisht më ndihmoj të hapem në dimenzionin e intervistave, sepse kisha rusisht me bëj intervistë. Ja, pra, edhe shumë mirë, në ca raste pak diplomatik, edhe politikisht korrekt, por jo, faleminderit për sinqeritetin. Kënaqësi gjithmonë, shumë suksese. Faleminderit. Ky emision u mundësua nga Uji Qafshtama, Konad Albania, Obu Store. Për të parë programin me mbrëma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.